Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka dhënë dorëheqjen nga posti kryetari të partisë. Dorëheqjen Krasniqi ofroi në mbledhjen e sotme të kryesisë së partisë e pastaj edhe në një konferencë për media të mbajtur sot, në të cilën tha se tani është koha për një momentum të ri të PDK-s. Besoj që secili kryetar e mendon njëjtë. Ditën kur e merr detyrën është edhe dita kur për herën e parë mendon se si do të largohet prej kësaj detyre. Dhe sot, pas shumë kohë reflektimi, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet ketë guxim që të krijojë hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky vendim nuk është as i momentit e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Është nevoja për të krijuar një momentum dhe një mundësi të re për familjen tonë politike. Ndërkohë, Krasniqi pohoi se kryetari i ri i PDK-s duhet të jetë Bedri Hamza dhe tha se do ta mbështesë fuqishëm Hamzën për kryetar nëse kandidon në konventën e përgjithshme të partisë me 17 nëntor. Unë jam i bindur që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeminist duhet të jetë Bedri Hamza, sepse jam po ashtu i bindur që është kryeministri më i mirë që mund ta ketë Kosova sot. Dhe normalisht që nëse miku im Bedri Hamza kandidon për të qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka mbështetjen time të plotë, sepse besoj në leadershipin e tij dhe besoj që është figura e cila mund t'i pri Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. I pyetur se a është arsyeja dorëheqjes edhe divergjenca brenda partisë me rastin e Ladrovcit, ai tha se është një nga fusnotat, po jo arsyeja kryesore. Krasniqi ka thënë se vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Me këtë rast ai ka kërkuar që menjëherë të mbahet seanca për zgjedhjen e qeverisë. Vetëvendosja nuk ka shansa ta formojë qeverinë, shtoi ai. Edhe ata din mirë që nuk ka asnjë shans me e bë konjufsen kryeministër, tha Krasniqi në konferencën për media.